5 maj, dita e dëshmorëve në Kosovë. Jam befasuar në fakt kur e kam dëgjuar vitet e fundit dhe kam bërë një pyetje. Cili dëshmor shqiptar i Kosovës ka dhënë jetën për Kosovën 5 maj? Pyeta shumë prej miqve të mi dhe thonë asociohet me 5 maj në Shqipërisë, ditën e dëshmorëve. Kjo do kishte vlerë nëse do flitej për një dëshmor që realisht ka dhënë jetën për trojet shqiptare. Po 5 maj në Shqipëri është përcaktuar nga regjimi komunist si dita e dëshmorëve në nderim të vdekjes në përbleshje me fashistët të Qemal Stafës. Qemal Stafa nuk është dëshmori i parë i Shqipërisë, dëshmorët e parë i Shqipërisë janë ata që kanë rënë në nëndor të vitit 1912 në luftën me grekët duke mbrojtur qeverinë e Ismail Qemalit. Madje edhe me fashistët është Mujo Ulqinaku që ka humbur jetën 7 prill vitit 1939. Qemal Stafa është 5 maj 42-shit. Por Shqipëria ka vendosur në vitet e komunizmit dhe vitet e komunizmit nuk u ndruan më mbrapa. Por Kosova, që ka 56 viktimat familjes Jashari, që ka një prej akteve më heroike të historisë së globit, një familje masakruar e tëra dhe të ruaj për ditë dëshmorësh vdekjen e Qemal Stafës në Shqipëri, që është natyrisht një luftëtar, por që luftonte për idealet komuniste, është e pashëmbull. Unë nuk e di se si shqiptarët e Kosovës arrin ta pranojnë këtë gjë. Nuk caktojnë ditë dëshmorësh vdekjen e Adem Esharit ose dikujt tjetër, por 5 majin e Qemal Stafës. Kjo është e pashëmbull. Edhe Shqipëria duhet ta bënte të bërë dëshmorët e parë të 1912-s.